Kandidatët e parë të listës së Partisë Demokratike për qarkun e Vlorës, Agron Shehaj dhe Nada Meçorapaj, janë takuar me përfaqësues të shtresës së ish të përndjekurve politik. Kandidatët kanë theksuar lidhjen e natyrshme të forcës që ata përfaqësojnë me të përndjekurit e kohës së regjimit komunist. Meçorapaj e dyta në listën e opozitës, i ka quajtur ish të përndjekurit shtylla kurrizore e Partisë Demokratike. Nga takimet me peshë më të madhe për mua në këto 4 javë fushat. Ne jemi forca kryesore e Partisë Demokratike. Ne jemi shtylla kurrizore e Partisë Demokratike. Të heqim njëre mirë këtë të keqe që na ka plakosur. Jam krenare që jam dhjajuar. Faleminderit. Të dy kandidatët, Shehaj dhe Meçorapaj, u përkasin familjeve të djathta të përndjekura gjatë komunizmit. Partia Demokratike na mbështet jashtë. Nuk kemi mystifikime, nuk kemi alibi. Ky është momenti që ne të tregojmë të gjithëve se çfarë dim të bëjmë dhe çfarë mund të bëjmë. Nuk kam kohë për ndarje, ka kohë vetëm për të punuar, për të vepruar, për të treguar edhe brenda Partisë Demokratike. Të tregojmë vetëm edhe brenda Partisë Demokratike se çfarë mund të bëjmë dhe çfarë dim të bëjmë. Interesi im është që kur të dal nga politika, të krenohem me atë që kam dërmend të bëj, me atë që kam dërmend të bëj për Shqipërinë edhe për shqiptarët. Të krenohem unë edhe pse jo, edhe ata që identifikohen te unë, edhe ata që unë përfaqësoj. Agron Shehaj ka gjetur rastin një ditë më parë që të dhurojë të pranishmëve në takim 250 kopje të vëllimit të parë të veprës së Mithat Frashërit, që po botohet nën kujdesin e tij dhe të studiuesit Uran Butka.